Përshëndetje dhe mirë mbrëma të gjithëve. Mirë mbrëma nga kjo studio, prej meje, prej banorëve, prej stafit. Lusim Zotin të jeni shëndosh e mirë ju bashkë me familjet e juja kudo që jeni. Ne nga kjo studio mundohemi të paraqesim raste që mësojmë ne edhe përmirësohemi çdo ditë nga pak. Nga kjo studio mundohemi me shujt shumë vujtje edhe me ndal shumë lot mërzie. Nga kjo studio gjithmonë para jush. Storjet e një ndryshimi rënjesor, jetë e re, jetë nga fillimi. E mundësuar kjo që 16 vite rresht nga ju donator, Zoti ju shpërblef me të mirë. Edhe në këtë emision, si çdo emision tjetër, ne kemi përgadit storje duke ju dhënë pamje se si kthehet mërzia në gëzim. Duke ju dhënë pamje në vizitat tona të para të vuajtjeve, halleve dhe rrëfimeve të shumë familjeve në ambiente ku jetojnë, dhe vizitat tona të dyta duke dhuru qelsa me një ambient krejt të ri. Kanë thonë, aty ku preket zemra, ndryshon historia. Po e ndjekim storjen e parë të këtij emisioni, storje që na ka prek të gjithëve nga vizita jonë e parë, e tani po i shohim pamjet nga vizita jonë e dytë, është ndryshimi për cilin fola dhe startova në këtë emision të sotshëm. Po e ndjekim bashkë. Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Begrac. Jemi te familja Islam Luzhës, sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë tre. Islam. Urdhna. Faleminderit. Egzafsh. Tashmo, veç jene në ambientet e brendshme shtëpisë Islamit, na po e lana me pamjet se çu ka qenë vizitën e parë. Qysh je? A je mirë? Qysh po kalon? Është kjo familje Islam Luzhës, të cilës i erdhi radha të vizitohet. Siç mund të shihet, është rast ku nuk ka nevojë për shumë fjalë. Gjendja shpirtërore, shëndetësore, ekonomike e Islamit pasqyrohet në të folurit e tij. Islam Luzha, fshati Begrac. Shpëtan Islam. Ka baksh. Në ka përci. Sa antarini? Ka. 4 antar. Gruna dhe 2 fëmijë. A jetë për unë nëjësën, a jetë për vi nëjësën? Jo, për momentin jo. Pse? Si bës... me shnet, jam mirë, me jam koni pionat, pak, sa edhe koma gjallëdimën do të me përdorë barna. Visë se koma. E qësh për jetën a mërna ndimë sociale, qësh jetën? Ta është e kumnojsh një social, veçat social. Apo më një del? Ka baksh. Ai... Të thonë që me këj punë me thanë, së më kërëjnë po. Emri ju i zoj? Lumnia Luzhë. Lumnia. Që shpëjtën? Allah që shpeshin jam dhe.
Çfarë moshe kanë fëmijët? Që ke kanë 15 vjetë, gjalli banë 11 vjetë. 11 vjet. Djalli po. Apo shkojnë në shkollë? Po të dhe në shkollë jam. Apo moni me ja u plotsu kërkesë? Jo, vallai jo. Jo. Mas shumë të jam nevoj për një shtëpi, se dimri shumë keq këto. Për një shtëpi mas shumë të për tjera. Pse dimrit keq? Ftaftë dhe banë të dimrit shumë të se ka dhe heq. Ka tonë ja për të ngjesën dorën e tra. Një muj ka pa festa në Ramazan që shohë. Një muj ka pa. Islam në kënë armë ta bo shpijen, shpi të rej, të mirë. Faleminderit. Allah ju shpërbleft, Allah ja dha shëndeti kush ka dhanë mundësi më në një mu, mas pari shëndeti tani tjera dhe i mas. Amen. Faleminderit. Kush na ka një mu, Allah i shëndeti mas pari. Piti, Faleminderit shumë. Shpia kam i pas krejtë senët e reja mërëna. Kur gjës kam jam bu. Këto ngosht shumë, as po kam ku milion senët, dy soba ngosht. Shumë ngosht. Allah i një muftë. Bë pikë të, 6.000 6.000 euro. Shpunim me komunë, tjera shoqata. Një pjesë komuna, pjesën tjetër, shoqata lista, publikohet kur buhet rasti publik për këtë familje. Islam përhaj, Pas faleminderit. e gëzofsh, përhaj u kohë. Faleminderit shumë. Faleminderit E gëzofshi. shumë edhe ju. Hajde urime shpalla. U gëzu ta, Gëzum. Islam, Fallaj. Unë e mos u pukëzdona për fëmi. pse? E ka shpijen tona mushën ku të rejtën punojnë. Po më gëzu edhe për veti Islam, se kur ti ki kushtet ma mirë, edhe shnetën e ki ma mirë, mas të nej. Po, po, Islam, s'po di shumë. burri nuk e ka adet mu dërzu, as mu pështet për muri. A pështet që Zoti i madhë, shpresat nuk do të më hupë. Qashtu. Pa prit, pa kujtu, vjetë tjetër edhe thët për haju, po bësh me shpi. Faleminderit piti e pike dhe kush ka më një sent për mua. Zoti është përblesë. Familje shumë meritore. Islamin, Zotin i moft, Zotin i shëroft, e mbi gjitha për haj koft, hade. Islam. Faleminderit, ja. Allah i rujt. Brenga më e madhe e tyre sot do largohet nga kjo familje. Fal donatorëve, kryetarit të komunës dhe shoqatës. Ata pas një kohe të shkurtër do ta gëzojnë shtëpinë e re me të gjitha kushtet në tij. Islam, ndryshimi ma, shtëpia ku je kon, shtëpia ku je tash. Po, faleminderit për Bastalel, faleminderit për kryetarit komunës, e për krejt dhe kush e ka unë një cent për familje time, Zoti është përbleft, palet e ka më për familje edhe për çdo sen. Mirë e kam përrit. Mirë, krejt e kemi përrit mirë, po, edhe fëmija. Lim cekët se shtëpia në bashkëpunim me komunën e Kaçanikut, e të cilat kanë participuar me shumë prej 10.000 euro, është edhe një donator tjetër që ka dëshiruar me ngel anonim, që ka kontribuar me shumë për 6.000 euro, shumë tjetër janë për donatorë të tjerë shoqatës, e ne me neve sot është zyrtari komunal i komunës Kaçanikut, besnik. Po, atëherë jemi në Begrat të komunës së Kaçanikut. Deshta ta falenderoj jetimat e Ballkanit, kryer me Hoxhën Halil Kasrati, për bashkëpunimin që kemi pas për ndërtimin e shtëpive. Allah i shpërblet gjithë ato donatorë. Kështu që veç në ta gëzojmë shtëpinë të familjarë. Na, po ja bëjmë për hajr Islamit, Islam. Faleminderit. Inshallah gëzojmë me familjen. Faleminderit. Na po e lëna me pamjet e shtëpisë 3, bamirës Zoti ju shpërblet.
Është interesante në vizitat tona të para i vrenë të lodhur, të raskapitur, të vuajtur. Mundohemi me nxjerr rrëfimen nga ta, me na tregu hallet, dertet, ju humbin edhe fjalët. Vizitat tonë të dyta janë më të lirë, ndryshon edhe fizionomia, edhe veshja. Mbi gjitha shpirti është më i qetë, ka fitu një lloj sigurese, një jetë e re, një ambient krejt i ri. Zoti ju rujt e ju shpërblet. Sot na kena nderin, ka arë musafir, nga anej Atlantikut, donator i madh, bamirës sa dush, përfaqësues i jo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka arë më pushim Kosovë, sot na ka vizitu, e me qenë se jem gjerime, kemi kërku me konë musafir në studio, është Fisi Fisnik. Hajde, mirë se erdhë. Unë që të Fis. Mirë se ke ardhë. Mirë se gjeta. Qështë ke gjetë në shpi? Mirë, falenderit. Qështë ke lanë pjesën tjetër familjes andaj? Mirë, gjithë krejtë mirë të fala, krejtëve, mirë. Fes po du pak me në mësu për jetën në Amerikë. Te na, ja 6 orë, a 7 jena... Diferenca, 7 orë. Diferenca mrapa në. Na jena mrapa jeni para. Na jem para. 7 orë. Okej? Farë jetë është në Amerikë, Fes? Po s'parje, unë jam Fisnik Abdio, jam nga Prishtina, Lagja të Pane, që 26 vite jetoj në Shtetin e Bashkuara të Amerikës, në shtetin Wisconsin, qyteti Milwaukee, ku jetoj atje me familje, me biznes. Tash tek në hapë edhe Selin, jetimat e Ballkanit, tash 2 vite po bëhen. Jeta në Amerikë është sikur, do me thonë, në Evropë, në Kërbet, ku ti njëjtë është. Punë, gjëmë, aktivitetet që i ki ditore. Ke biznes të amën atje? Kam biznes të amën, po ndajme. A kanë hecë për para shqiptarët në Amerikë? Shumë kam përparu shqiptarët. A ka shumë shqiptarë? Ka shqiptarë aty, ka shqiptarë në Milwaukee, ka shqiptarë, ka në vene tjera, po New York, në Texas, anina ka ma shumë shqiptarë, edhe ja apeloj që mund të shikojnë edhe dhonat që jenë në ekran, dhe shqyqër Zotit, forë Zotit që është edhe një plus i madhë që e kena hapë edhe shoqatën, tash të mujnë me bë me donacione, me gjitha përmes Chase Bank, Zelle, numri telefonit është 414-429-99. Jo kena letësu gjitha donacion, gjitha komunikim, mujnë me kontaktu me mua, edhe njëjt është si me shoqatën në Kosovë, ashtu edhe me mu. Nëse ju kujtohet, Fisi, është Fisi i cili të shoqata jonë, për shoqatën ka sjellë një gjip shumë të mirë edhe shumë të nevojshëm për shoqatën, sidomos për zonat malore, ku shkojmë edhe i vizitojmë. Megjithatë, Fisi, edhe para se me u inkuadru të na në shoqatë, bamirës sa dush ka ndërtu shtëpi, edhe para se me u inkuadru të neve, mos flasim pasi është inkuadru në shoqatë, është donator prej donatorëve të mëdhej në shoqatën tonë. Fes, sa shtëpi janë ndërtu para se me u inkuadru në shoqatën tonë? Ato Na Fisi. nuk kisha dash me bë publike se aty janë çështje personale, po është diku mbi 10 shtëpi. Po I keni ndërtu. Po. Edhe ata vetë familjarisht, përmes familjes tonë ke Personalisht unë edhe vllau që ka kontribuar. Çka do me thonë me ndryshu jetën një familje për Fisin? Po tash të peshojmë edhe për ditë shoqata e timat e Ballkanit që po merr pjesë, pishe njerëzit kanë nevojtarë, nëse ki mundësi, është një farë kënaqësie shpirtërore që ata mund të përjeton vetëm ai i cili
e bën ato, e ndërton atë shtëpi, e gëzon atë familje me donacion sipas mundësive. A menon fisin e herë me laun Amerikën, me arë më këthyn vendlindje? Kam qef edhe menoj, inshallah na mundson Zoti më kthy sa më shpejt në vendlindje, ku të shkojsh pa marrë parasysh jetën që e bën sikur në Kosovë nuk ka kërkon hiç. Inshallah na mundson Zoti më kthy gjithë ata që kanë qef më kthy në Kosovë. Vend më të mirë nuk ka. A vjen shpesh fes? 2 herë në vit. 2 herë në vit, prej Amerikës? Prej Amerikës. Mashallah, shumë mirë. Unë thashë që fisi ka ardhë musafir, ka ardhë më nga vizitu, edhe unë pata dëshirë me ftu në studio, e na po e vazhdojmë emisionin me një historie të radhës. Po e vazhdojmë emisionin fis të shofim që kanë përgadit stafi për sonte, është historia dytë. Përshëndetje, po paracitemi nga komuna Vështërisë. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë së re, familjes Basre Çelës. Basre, urime, çelëse. Faleminderit edhe për jush, Allahi ju nderoft, ju respektoft, Allahi shpërblift me gjitha të mirat. Shumë faleminderit. Tashmë vesh jemi në ambientet e brendshme shtëpisë Basrisë, na po e lëna me pamjet e vizitës parë edhe lajmi se që ja kemi dhënë për ndërtimin e shtëpisë së re. Jetojmë kushte tepër të mëdha, jam miras social, kem nevojë për mbështetje, kem nevojë për një strehim, i kam 2 fëmijë, shoqen edhe vet. Transport as ka privat, edhe as nuk ka publik. Besa bes vet po të kallzoj drejt, mundon ose kam edhe probleme pa shëndetësore. Po mirë po probleme shëndetësore, kur fëmija lyp një shkollim, me bo, e mësë mujtë me afru, është tepër e rëndë. Por një prind si prind, tepër është e rëndë. Por më një bëj baja apel gjithë njënët, kush është e këtë vedo, që sa do pak që të një thëmijëve të afronë vetëm e vetëm shkollimin, na verës që të kem 5 hektev, kem nej, kem 6 nej, kem jena me të besa bes edhe me trauma valla jam. Shpesh është më qësë pyetja, thëvin, bab që gjëna më shkollu. Bab e pa zoti mirë, se del nej donator, del nej bamers, del nej dasha mirë. Edhe ma mërmenja që e ba për e një mirë, jepi ka vetëm këtë lagje, nuk ka banim asë një njeri kësajt. Rrugën për shkollim të fëmijëve e kem tepër të lartë, edhe nuk kem mundësi kur qysh. Kësha bo apel Halil Kasratit që sa do kudo pak blendim, që se veç një tru se e di, se e ka një shpirt, e një zemër shumë male, për një banim që ty një thmije veç me afru, për me shkallu 7 thmi. Po të kazoj realitetin, pëse në nëzit e shkollës, se vedis ma kulli, gjithashtu i drejtori, nëse ishtë drejtori, ta shumë një zëvez drejtori, drejtori Berani, nështë me emra nuk po hikështu, me gjithë më simulansët,
Me mundu me çdo sen më ndihmu, këtyre fëmijëve më afru. Ndihmi, faleminderoj shumë. Zakonisht verës, jena i thonë, jena i lullë, jena i qështë për të kazoj me qëtu, mënu me gjallë. Fëmija dalin dhe lulla me dhe qëtu, mënu me gjallë me bjetu. Me qatë social, i marrë 500 euro social, që atë drejtë me të kazu vëllaj, për të kazu drejtë ma shumë edhe barna, si barna për veti, për vlasë. Na shkuj se ka problemin me shtypje, ka problemin me sheqer, ka më naza. Edhe do tjera s'muj shoqëruse, po mirë po veten këtë rast për arrej, kur për shoqin e fëmij, unë ba pyetje të thuja për çdo natë, për çdo ditë. Nuk kom bëjt plasmo. Basri, ambient i ri tash, ndryshim i madh. Po, inderu. Është e vërtet që është një kretit të rijet. Unë veçanti e kisha përshëndet Hoxhën Halil Kasatit me stafin e tij. Dhe gjithë ata që kontribuan dhe lëbuan, i falenderoj nga zë, po pikërisht kisha dhe i falenderu Haxhi Xhafer Sinodin me familjen e tij. Gjithë ata që e dhanë sa do ku do një kontribut, dhe më banë vëllin, i falenderoj nga zemra. Është një dallim shumë i madh, se me qenë se jem konë një gjendje të mjerueshme, si që keni po edhe vetë. Tash është një dallim kretë një jetë ma ndryshe, me re, ma normale, ma stabile. Shumë falenderit edhe për josh, falenderit që nashta për momentin mu i gaboj, apo nga trajnë emri, i falenderit e gjithë për zemërsisht. Allah e kur më si humbët, edhe Allah e hiq pa dyshim se këta gjinë nuk e humbë. Po për kontrazi, këta fitojnë për Allah e të shumë. Veçanti kisha pas dëshirë dhe qef të shprej për mes soj interviste Haxhi Xhafer Sinodit me familjen e tina, Allah është për blefëve të mirat dhe kur Zoti mos i humbët. Gjithmonë do të jem bernjas për Haxhi Halil Kasatin, stafin e juj. Familjen e Haxhi Xhafer Sinodit me gjithë familjen e tij, respekt pa fund nga zemra. Këti urimi i bashkëngjitjemi edhe ne e falenderojmë edhe Haxhi Xhafer Sinodin dhe gruan e tij Kadrien, të cilët janë donatorë të vetëm të kësaj shtëpie për ndërtimin e shtëpisë Basre Qelës. I falenderojmë edhe na si jetimat e Ballkanit, e na po e lana me pamjet e shtëpisë re, na Basrijes po ja bojmë për hajër, Basre. Për hajër, inshallah e gëzoni, inshallah të rashëgoni. Shumë falenderit, Allah ju dhosh hajër, Allah ju dhosh rrezime e bereqet. Allah i kur mos ju humbë, edhe hiç pa shujbe Allah i kur s'ju humbë. Inshallah. Shumë falenderit e shumë respekt pa fund. Zoti ju rujt. Edhe na këtu në studio lutemi për Haxhi Xhafer Sinodin bashkë me bashkëshortën e tij nga Prishtina, kanë da 30.000 euro. Dojmë të gëzojmë dikan me shtëpi të re, e ne e kemi përzgjedhë këtë familje. Haxhi Xhafer, Zoti kur mos të humbë, inshallah, i gjanin hambarit Zotit. E nuk janë të pakta ata donatorë që me të vërtet ndajnë nga djersa tyre, nga kafshata tyre, nga pasuria tyre, për shumë familje këtu. Është pikërisht kjo sadak, këto donacione,
që po e krijojnë këtë aktivitet jashtëzakonisht të madh përmes jetimave të Ballkanit. Mos harroni, mbi 2000 shtëpi të ndërtuara krejt kafshat e shqiptarëve, zoti kur mos ju. Po i kthehemi edhe njëherë fisit fis. Pra, a janë emocionet mira, na e pam familjarin me lot në sy, i pështetur për muri, të i qajt baba, që të bëhe shkaktar se bepe edhe t'ja hek, që ato vujtje, që ato brenga, e na, si musliman e dim që aj që ja hek një brengë vllaut vetë, Allahu ka më ja hek një brengë ati bashkë me familjen e ti. Me këtë po du me të vetë, pej kur ke nisë me ndihmu njerëz, a ke vërejt të ti që Zoti po t'jep, Zoti po t'run. Hoqë, pej ditës parë që i kom $1 ose pa marrë parasysh, çka kom kontribu në rrugën e Allahit, Allah mi ka shtuar, nuk e kom ditë as vetë ka po më vinë, edhe qysh mi ka thonë Allah, elhamdulillah, gjithë të mira vetëm për atina, pej ditës parë që ja kom nisë me ndihmu, edhe sa herë ti ndihmoj, Zoti ma shtëna ma shumë. Elhamdulillah. Nuk është e lehtë, pra ti e kini biznes tonin atje, me sa kam njohuri që na ke tregu me kerre, edhe kogja një lodhje për me arrit me kriju një pasuri, e prej që asaj pasurisë është mana madhe me thonë pedaj një shumë unë sa ke hek për me fitu, për me gëzu një familje. Hoqë, që ashtu është edhe Allah e cejnë Koran, ti e din mas mirë, ti thët, ti sa ti jep një ato që e dëni ma shumë, do me thonë njeriu për vetë natyrës ma shumë se pasurin që e dënë nuk e dënë as vetën, se na vetën e flijojmë për që të pasuni. E tek sa ti e jep ato që e dënë mas shumë ti, nuk e merë shpërblimin, do me thonë, me marrë shpërblimin që është rezultatin. Njeri kur të jep pasunin, ato që e dënë ma shumë, Allah ja jep në qëfar dush aspekti, me shëndet, me pasunin, me gjitha jep. E në këtë rast, mu mi ka dhonë, e falenderoj Allahun, edhe jo veç mu, po gjitha ata që janë donatorë, që janë pa kur farë që shtot populli, pa kur farë shqibe, Zoti s'ka me hupë. Na kem shumë prej donatorëve që të regojnë rrëfimet të tyre, me të vërtet nëse dën shërim, nëse dën qetësim, nëse dën lehtësim në këtë dynjë, jep, se të Zoti nuk hup kërkush. Ndihmë, heqja lutin një familje, ledhatoe jetimin, krijeja kushtet pak më mirë. Në realitet, këtë në fund, ti përfituesi më i madh i ti vetë. Sepse për ty, përveç jetimit edhe familjes që lutet, që e ke ndihmu ti edhe lutet për ty, mos harro për ty lutën edhe banorët e qiellit, edhe banorët e tokës. Zoti ja ushtoft bereqetin fis, e na po vazhdojmë me storien tjetër. Shofim, storia tjetër vjen nga komuna Obiliqit, stafi im ka qenë, ka vizitu një familje në ka sjellë këtë stori. Mas në zurë të jena për një shpi, jem ra social, punëtor fizik që shtë punoj. Ku të më thirën, shkoj me punu, po për një shpi jena mas në zurë të. Natën këtu nga pi krejt, një shima i vëgli me ro këtu këtë uj bot. U pastru i kena në kurit e tanat, banjën e kena parë në vu, unë me dhe me këshyr, kushtet i kena në ekstrem të këshia. Si djallin, si qikin, i kena pos mund të shkok i kushtet. S'kena pos ftaft, betan, këtës, pengërin të ftaftit krejt. Të pitavoni dalin me të krejt. Në shiz që atë bjanë këtë qëllë botuka. Është edhe vashën në gjendjen keqe kena ekonomike. Shumë vështirë u lojnë. Me 2 fëmijë me konë, s'pëtin tash njëja me ngonë në spitale me dojnë me punu. Shko ke kushte, të smut fëmija, tanat. Djallin që një javë dite ma shumë e kom pas me në hale.
shkoko i kushteve të këqija. Qike dhejës, tash t'i kanë kush syti pekshin lëtë. Edhe qike në kom pas spital. Ata shohel mu pisana, se po dolin edhe met pi prekin e. Po dolin këtë met, po covat majtë me. Po. Nuk ka nojë sy që shtë. Pas në zurë t'jena për një shpi. Mas ngusht jena për një shpi, allo është për bleft juve, mas kore që jeni jo, zot është për bleft. Me një socialisëm gjohë. Me 120 euro s'tin kam i shpenzua në rryma, në thmija, s'di kam i adolë. S'kena zbarje ku më do me një kori që të lome. Që të lomë, që të i pastrujmë të esha të tana. Pas frigere ferë s'kena. Pas frigere ferë, as marë qitë. Kushtet ma të kësia mos. Pasroka dhe plesmija pasrohen. Shumë është të lorë. Si do mos pi kur i shoh që shtu që si gjandja mos di te i për o keq. Më am shpijet e më s'ka mundësi mi ofru sa do në. Kur i shoh kësi mundësi, shumë keq. Te i për keq kur i shoh fëmin që po heke kësi gjandja. E vat jam edhe pi shpinës, mu t'i kam shqipkat në shpinë. Me po fëmin të du ikë se gjendje ma këtë s'ko. Mas ngushti jam për një shpi për që ta fëmi mi srehu ma shumë të. E do nej zemër mi nej vullnetar që bën mi nej dëmërs. Sa do pagu që për një shpi për milion që ta fëmi bile mi asiguru shpi. Djollin e kum pos keq, hale keq është, që është edhe qika. Vishaj që edhe prend edhe që është e vlade. Vishaj që prend i dham zemra për e vlad, edhe që është e vlade. Me po fëmin me hek, e mës me pos kushfar mundësi, kushte me ofru ma këtë s'kesh. Te për keq. Ju kësha lut aty në të gjithë që po na shuhen, sa do pak për një shpi, po na ofru, sa do pak, nësh për 7-2 Shumë gjendje e ronë ekonomike ti. Shumë është e ronë, si do mos të mija, s'ka e nga zdru ku më ngrua, s'ku gjëje që përshin edhe vetë, a zdru s'kem ku më nëzej. Që ata s'muan edhe të mija, piftafte. Bjen këtë, si të bjen e shi, pak ma e mero shi, këtë pik, jogët që but e pije. S'kam se me nejtë këtë, ason as mija. E në zëtarës dhe, a mi mjeku thëmin që jënë smut, a mi blet to, me le qka me bu. Djollin e ku pos me alergji, hale e ka me alergji, se shko kë i kushteve dhe ftafte dhe krejt. Ju kisha lut, vetëm një shpivesh ku mi srehu qëta dhe fëmi, ku mi me shti krypë Nikola me që jaftan për qëta dhe fëmi. Kushtet randa shumë baki prukshi. Bakina e këna thirë sot me kanë në studio. Shëndetë nësë të mjallë, shëndetë. Qëshje baki? Bje, alhamdulillah. A më në erdë? Po, da më të se edhe komuna për morë, se s'kena posa së transport. Sa ku jetën qato kushtë? Jetojmë që një vjetë e gjysë për 2 qashtë. E kuna është e jo? E jami. Qato jem të jetu, shumë kushtet e rona kena me në social jem. Me punu mu për nej privat, qysh po mëj, po mi adoll për një shpi, o shumë shtjerë.
Sa vjeçar je Baki? Jem 23 vjeçar. 23 vjeçar. Prej ka je? Jem nga komuna o Bilicit, fshati Hamidi. Në Hamidi. I ke 2 fëmijë? Po. Edhe bashkë. Vajzë e djalë. A vajzë e djalë. Mashallah me imër inshallah. Amen inshallah. E që punën? Vallai punë private ku të më thirren, punë fizike me një fjallë. Sa vjeçar je martu? 19-20 është. 19-20. Ku në ki prej familjes? Për familjes veç nonën e ka me 2 vllaznil. Baba? Baba ka 3 vjetë, para 1 vjetë e gjysë është. Ata 2 vllaznit tjerë janë me nonën? Po ata me nonën. Je maj madhe, ja maj vogli? Maj vogli jam për familjes. Emri vizoj? Marigona Prukshi. Marigona? Po. Të pam shumë të mërzitur gjatë intervjisës që kanë arë me vizitu pëse Marigona. Shkoka i kushtev ekonomike që janë shumë të rona. A ju ndimani dikush tjetër, a keni kërku ndim në këtë? RTI-ja të harrurit në kanë pru ushqem edhe vesh mbothi, qështu? Pi që të kujna s'kena po të tim, edhe pi juve, që na keni qilë djerën. Që një vjetë e gjysë ta që të jetë? Po. Apo mund me dalë të pak të në ushqim? Shumë shtjetë e Shumë ronë. Sidomos, kur t'je shprend e din që është e vlode. A ka ndodhë në herë me metë dhe pa ushqim? Po, ka ndodhë edhe shumë herë, pa buk, me metë fëmija ondë. Se s'kum posë mundësi me ufru buk. Ndima me o dhonë dikush? Po, me për festa Ramazan e gjonë? Po, komuna festa Ramazan, kështë po, ka pak në kanë imu, po. Kërkosh ndimë s'na ka dollë. Për një shpi në masë në zotin. Mas shumë të e në nëzër për një shpi. Një shima i vagli me rokit, uj në batë mërëna. U me mujtë misra u që atë 2 fëmi, si qikën si djallën, me shmi po ndritë që për një shpi ma zë ngusht jena. Djallë mu ka smu, alergjia ka kopë. Shumë keqë, ma keqë ma zdiku me shku. 2 fëmijë mu kanë smu që atë shpi që atë, ku banej. Veçaj që është prende dhe në qaj e vlode. Jo ka marrë menje që në këtë moshë të re, mu ballafaqu me këtë situatë, me këtë skamje. Anja s'na ka marrë, po. Vështirë kena shumë. Na nësë edhe vlaznëve me sa kam informata unë, shtëpinja kemi ndërtu na. Po, lovë. Vlavë tënë. Faleminderit për juve shumë. Cili është apeli ju për ata që shohin këtë emision? Të gjithë ata që më njeken, i kisha lutë mas shumëte, për një shpi janë në zarë mas shumëte, ku me mujtë me srehu fëminë. A më ndëni që ka më bo shpija? S'kena shpresa. Shola të delë zote në animan e kosh. Isholla dënë zote, dhe në vullnetorë zemër mirë, e në animan dikosh. 23 vjeqar babi 2 fëmijëve. Përgjësi? Baki, ne do të mundohemi, inshallah del dikush. Amen inshallah. Me u gëzu edhe juve. Po do të mundohemi, do të interesohemi personalisht me ta gjetë një punë. Po. Besoj se i gatshëm me punë. Po, vëlla me herë. Janë njësë. Faleminderit për teja shumë.
e pistofit ju, krejtve. I ronë ballafaqimi me raste të tilla fes. Kjo është të nallë ka lloj kërkesë. Çdo ditë vinë njerëz presin tu në ren. Mundohemi me ju spjegu se listat janë gjata, e ka familje që po presin në ren. Veç 2 minuta të takoj Halil, ne mundohen me t'i qitë moshnik në tavlinë, veç me të kallëzu për një mes situatën në cilën po jetojnë. Hoqë, senet për shihen, po doken, unë kisha pas qef me marrë iniciativë pej vetës për shpirt babës teme të nanës. Gjallë i kam elhamdulillah hala, po kisha pas qef me dhonë $10,000 me fillohe. Inshallah Allah ja u letëson prindrit mi edhe Amin. I një manë edhe babës e kam pak pas qef inshallah. Allah ja letëson. Amin. Faleminderit shumë, Allah ju shpërblet me të mira. Allah ju shpërblet. Fisje nisi aksionin $10,000. Allah ju shpërblet. Allah ju shpërblet, faleminderit shumë. Shpinë e juaj. Zoti ja shpërblet kur më se hupt. Zoti shpërblet. Inshallah kur Zoti stu. Zoti ja letëson. Amen inshallah. Baki, marhaj shpje. Marhaj. Faleminderit shumë, Allah ju shpërblet. Unë Baki. Po bojmë me shpitre? Paraj e koftë, inshallah. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Allah ju shpërblet. Për juve, tonëve, Zoti ju shpërblet. Zoti kur mos ju hupt, Allah ju shpërblet që shumë mas mirë. Ju e dëgjut mirë fisin për bëjnë jetë. Për babën edhe nanën, fisi babën e ka pa qef. Inshallah Zoti janë i mëni, ja Inshallah Zoti e letëson. I një ma Zoti. Inshallah i shlena Zoti me të mira. Zoti kur inshallah stup. E ju këto luti, inshallah s'do t'i harroni asnjëherë. Asnjëherë. Kur asnjëherë. E ti, për javës tjetër janë njës punës. Faleminderit për ti. Edhe kjo një lajmi mirë. Faleminderit shumë për ju. Mes këtyne emocioneve, po më shelim për sonte e fesë. Unë falenderoj shumë, fisi nuk ishte dëshirë për me dalë në emision. Nuk e thërëm në emision, se nuk e me ngarku, nuk e dishim që ka me marë pjesë me donacion për ndërtimin e kësaj shtëpie. Kisha qef me nderu, sepse fisi përveç bamirës, përveç shkaktar i ndryshimit të shumë jetëve të shumë familjeve vetë, me familjen e vetë, fisi në rrin gati edhe neve si staf, andaj edhe unë si Halil edhe në emërtim edhe stafët e falenderoj shumë. Nëse të kam gushtu që të kam thonë, po kam qef me të pas në emision kërkoj halalak, nikosisht falenderoj shumë që pranohet me kanë në emision sot. Shumë ta falenderoj për juve hoqë, Allah ju shpërbleft. Gjithë e ki rrugën qilë kur dush, alhamdulillah që mundësu Allah edhe pa dyshim gjithë ju përkëraj sot janë gjallë. Allah i trujt, Allah i të shpërbleft. E na, me dhonjen e këtij lajmi, po e mbyllim për sonte, para se me mbyll. Gjithë ata të cilët kanë dëshirë me u vargu, me u bë donatorë të jetimet e Ballkanit. Këto janë dhonat e shoqatës sonë për shqiptarët kudo që janë. Sot po startoj me PayPal, ky është PayPal i shoqatës adresa, e-maili. E me qenë se fisi ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i dham edhe parës, këto janë
pamjet e dhanave të shoqatës sonë, andej Atlantikut për gjithë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Amerikë dhe dëshirojnë me kam donator, për me ja u lecu atyre ne kemi hapë degën e shoqatës tonë me këtë dhona. Gjermania, për bashkëdhetarët tanë që jetojnë dhe punojnë në Gjermani, kjo është adresa, gjithashtu edhe për shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Zvicër. Në Kosovë, Banka Ekonomike, ProCredit Bank, Banka Kombëtare Tregtare, në Maqedoninë e Veriut kemi degën tonë atje, si dhe GoFundMe. Vetëm nga persona që posedojnë numër vala, pra vetëm prej valës, gjithë ata të cilët kanë dëshirë me ndihmu shoqatën Mbëmirëse e Jetimët e Ballkanit mund të dërgojnë një SMS në këto numra 55333 55444. Me dërgimin e një mesazhi ju ndihmoni një euro shoqatën Mbëmirëse e Jetimët e Ballkanit. Halili, Fisi, familja, ju falenderojmë shumë gjithë ju që për në ndjekni në këtë emision, lutemi për gjithë donatorët që jenë në shoqatën tonë. E njëkohësisht ju thomi shihemi të premten e radhës. Zoti ju shpërblet. Falenderoj shumë. Zoti ju shpërblet.